Para 3 dite fola për rrezikun rus që po e ndjen Evropa. Në këtë video sot do të shpjegoj ndryshimet rapide dhe shumë të rrezikshme që po ndodhin në Evropë, si dhe rrezikun gjerman tani që po e ndjen Rusia. E kam thënë më shumë se njëherë se për dekadat të tëra Evropa besoi se epoka e luftrave të mëdha ka përfunduar. Si rezultat I këtij besimi dhe mendësie, Gjermania u shndrrua në një fuqi paqësore, në një fuqi ekonomike, industriale dhe aty mbeti, ndërsa Rusia u bë një partner strategjik për Evropën si të ishin vende mike përgjatë gjithë historisë. Ndërsa NATO në një ombrell të padiskutueshme sigurie, e cila nuk do të ketë nevojë ndonjëherë të intervenoj në territorin e kontinentit të Evropës. Mirëpo, ndryshimet rapide dhe të rrezikshme, të cilat I përmenda, tani po shfaqin fakte të reja. Gjermania po riarmatoset me një ritëm historik të papar, Rusia po kalon në ekonomi lufte, ku industria ushtarake është bërë burimi kryesor I ekonomisë ruse, si dhe koncentrimi absolut I Rusisë në përforcimin e industrisë ushtarake të veten, ndërsa kontinenti I Evropës si tërësi po hyn në periudhën më të rrezikshme, 100% nga lufta e ftohtë dhe mesa po shihet nga lufta e dytë botërore.